Një nën ndjen se po humbet vajzën e saj në një marrëdhënie të rrezikshme. Kur ndodh më e keqja, një i panjohur i papritur bëhet mbështetja e saj e vetme. Por ajo që lind nga kjo tragjedi ndryshon jetën e të treve përgjithmonë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Zgjuesi ra në 5 të mëngjesit si gjithmonë, por Roza ishte zgjuar të paktën prej 15 minutash, duke vëzhguar tavanin e dhomës së vogël që ndante me të bien në një lagje periferike të Tiranës. Në moshën 45 vjeçare, trupi i saj e njihte përmendësh atë rutinë që përsëritej prej më shumë se një dekade. U ngrit në heshtje, duke u kujdesur të mos zgjonte Kiarën, e cila flinte thellë në shtratin ngjitur. Vajza 17 vjeçare kishte ardhur vonë mbrëmjen e kaluar dhe Roza preferoi të mos bënte pyetje. Muajt e fundit, bisedat mes nënës dhe vajzës ishin bërë gjithnjë e më të rralla, të zëvendësuara nga vështrime të shqetësuara dhe heshtje plot tension. Roza e dinte se diçka nuk shkonte, por Kiara mbyllej si një guask sa herë që ajo përpiqej t'i afrohej. Bëri një dush shpejt në banjon e vogël, veshi uniformën e hekurosur pa të meta natën e kaluar dhe u largua nga shtëpia para orës 6. Udhëtimi me autobus drejt lagjes luksoze zgjaste pothuajse 2 orë, kohë që Roza e shfrytëzonte për të planifikuar mendërisht detyrat e ditës dhe, padyshim, për të shqetësuar për të bien. Kiara nuk ishte më vajza e ëmbël dhe komunikuese që kishte qenë. Që kur kishte filluar të dilte me Markun, një djalë 18 vjeçar që kishte njohur në shkollë, personaliteti i saj kishte ndryshuar plotësisht. Ajo, që gjithmonë kishte qenë studimtare dhe ëndërrimtare, tani dukej vazhdimisht e tensionuar, e irrituar dhe e largët. Roza ishte përpjekur të fliste disa herë, por vajza gjithmonë shmangej nga biseda ose thjesht largohej nga shtëpia. Duke arritur në ndërtesën luksoze ku punonte, Roza përshëndeti portierin me një tundje koke diskrete dhe u ngjit në katin e 23. Apartamenti i Viktor Aliu ishte shtëpia e saj e dytë, ose ndoshta edhe më familjare se shtëpia e saj. Ajo njihte çdo cep, çdo objekt, çdo njoll në mermer që këmbëngulte të shfaqej pavarësisht gjithë përkushtimit të saj në pastrim. Viktor Aliu ishte një burr 52 vjeçar, biznesmen i suksesshëm në fushën e teknologjisë. I veprej më shumë se 8 vjetësh, ai jetonte vetëm në atë hapësirë prej 300 metrash katror, plot me vepra arti të shtrenjta dhe mobilje dizajni, por që gjithmonë i ishte dukur bosh Rozës. Ai ishte i sjellshëm, i përpikt në pagesa, asnjëherë nuk e kishte trajtuar keq, por asnjëherë nuk kishte shkuar përtej formaliteteve bazë të përditshmërisë. Mirëmëngjes, zoti Viktor, thoshte ajo çdo mëngjes kur ai dilte për në punë. Mirëmëngjes, Roza, përgjigjej ai, gjithmonë me të njëjtin ton të sjellshëm por të largët. Në 10 vjet punë, bisedat e tyre nuk kishin shkuar kurrë përtej kësaj. Ai jetonte i zhytur në fletë llogaritje, takime virtuale dhe udhëtime pune. Kur ishte në shtëpi, kalonte orë të tëra i mbyllur në zyrë ose duke parë lajmet në dhomën e ndenjes, gjithmonë vetëm. Roza ndonjëherë pyeste veten nëse ai ndjente mungesën e shoqërisë, por shpejt i largonte këto mendime. Nuk ishte puna e saj. Atë mëngjes specifik, Roza vuri re se Viktori ishte më i tensionuar se zakonisht. Ai merrej me celularin më shpesh, pshertinte ndërsa pinte kafen dhe harroi çantën në tryezën e kuzhinës, diçka e paprecedent në të gjithë ato vite. Kur u kthye për ta marrë, Roza po përfundonte pastrimin e banjos së suitës master. Më falni, Roza. Harrova disa dokumente të rëndësishme, tha ai, duke kaluar pranë saj drejt garderobës. Roza thjesht tundi kokën dhe vazhdoi punën. Ajo ishte mësuar me rutinën e heshtur të shtëpisë. Viktori dilte herët, kthehej vonë dhe ajo kujdesej për gjithçka në mes. Ishte një punë që kërkonte përsosmëri, por që ajo e kryente me kënaqësi. Gjithmonë kishte qenë metikuloze dhe e përkushtuar, karakteristika që Viktori me siguri i vlerësonte, edhe pse nuk i shprehte kurrë me fjalë. Gjatë pasdites, ndërsa hekuroste rroba në lavanderi, Roza mori një telefonat nga shkolla e Kiarës. Sekretarja informoi se vajza kishte munguar sërish, hera e tretë në muaj. Roza ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Kiara po i gënjente, duke u larguar nga shtëpia sikur po shkonte në shkollë, por duke shkuar në vende që Roza as nuk mund t'i imagjinonte. Atë natë, Roza arriti në shtëpi e vendosur të bënte një bisedë serioze me të bijën. Gjeti Kiarën në kuzhinë, duke përzier një tenxhere me supë të çastit. Vajza duke i dukshëm më e dobët, me rrath të thellë nën sy dhe një shprehje të lodhur që nuk përputhej me 17 vitet e saj.
Kiara, duhet të flas me ty, tha Roza, duke hequr përparsen dhe duke u ulur në tryezën e vogël të kuzhinës. Nëse është për shkollën, e di. Do të përmirësohem, u përgjigj Kiara pa e parë nënën, duke përzier supën me lëvizje mekanike. Nuk është vetëm për shkollën, bija ime. Është për ty, për ne. Për atë që po ndodh në jetën tënde. Kiara më në fund ngriti syt dhe Roza u tremb nga ajo që pa. Kishte një trishtim të thellë në vështrimin e vajzës, i përzier me diçka që ajo nuk mundi ta identifikonte menjëherë. Frikë, ndoshta. Nën, nuk është asgjë e madhe. Është thjesht një fazë e vështirë. Të gjithë e kanë, tha Kiara, duke u përpjekur të buzëqeshte, por buzëqeshja nuk arriti në sy. Kiara, unë jam nëna jote. Të njoh që kur ke lindur. E di kur diçka nuk shkon, këmbënguli Roza, duke shtrirë dorën mbi tryezë në përpjekje për të prekur të bijën. Por Kiara u tërhoq, duke u ngritur pa pritur nga tryeza. Nën, të lutem. Unë jam thjesht e lodhur, vetëm kaq. Unë dhe Marku kemi pasur disa debate, por është normale në marrëdhënie. Ti nuk do ta kuptoje gjithsesi, tha Kiara, duke larë tasin në lavaman me më shumë forcë se sa ishte e nevojshme. Pse nuk do ta kuptoja? Mund të më besosh. Sepse ti nuk ke pasur kur një marrëdhënie të vërtet, nën. Ti nuk ke ditur kur çfarë do të thotë të kesh dikë që të do vërtet, shpërtheu Kiara, duke u kthyer nga Roza me syt plot lodh. Fjalët e goditën Rozën si një grusht në stomak. Ishte e vërtet që ajo e kishte rritur Kiarën vetëm, që nuk kishte pasur kur një marrëdhënie të qëndrueshme, por mënyra se si e tha vajza e lëndoi thellë. Unë të kam ty, u përgjigj Roza me zë të ulët. Ti e dashuria më e vërtet e jetës sime. Kiara dukej se u trondit nga përgjigja e nënës, por shpejt u forcua sërish. Më fal, nën. Nuk doja të flisja kështu. Unë thjesht kam nevojë për pak kohë. Marku do të më marrë së shpejti. Do të flasim dhe do t'i zgjidhim gjërat. Kiara, po bëhet vonë. Pse nuk flisni nesër? Sepse nuk mund të jetë nesër, bërtiti Kiara, duke humbur kontrollin edhe një herë. Më fal, unë është e rëndësishme. Ai tha se nëse nuk shkoj sot, ai do të mërzitet shumë. Roza vëzhgoi të bien me vëmendje. Kishte diçka në mënyrën se si Kiara fliste për Markun që e shqetësonte thellë. Ishte sikur ajo kishte frikë ta zhgënjente, frikë nga reagimet e tij. Mirë, pranoi Roza, kundër instinkteve të saj amësore. Por, të lutem, më dërgo një mesazh kur të arrish në shtëpi. Pa marrë parasysh sa vonë do të jetë. Kiara tundi kokën shpejt dhe vrapoi në dhomë për t'u rregulluar. 20 minuta më vonë u largua nga shtëpia pa u përshëndetur siç duhet, thjesht duke bërtitur një lamtumir nën nga korridori. Roza mbeti vetëm në kuzhinë me një parandjenje të keqe që po rritej në gjoks. Ajo e njihte vajzën si askush tjetër dhe e dinte se diçka nuk shkonte keq. Kiara ishte shumë e dobët, shumë nervoze dhe ajo histori me debata normale nuk e binte. Kaloi pjesën tjetër të natës zgjuar duke pritur mesazhin që nuk erdhi kurrë. Në orën 3 të mëngjesit u përpoq të telefononte celularin e vajzës, por ra direkt në kutinë e zërit. Parandjenja e keqe u kthye në panik. Kur zgjuesi ra në 5 të mëngjesit, Roza nuk kishte fjetur as një minutë. Kiara nuk ishte kthyer në shtëpi, nuk ju përgjigjej mesazheve as telefonatave. Roza ishte e dëshpëruar, por duhej të shkonte në punë. Nuk mund ta lejonte vetes të mungonte dhe të humbiste punën që i mbante të dyja. Gjatë gjithë udhëtimit për në punë, Roza u përpoq të ruante qetësinë, duke krijuar skenar optimist në kokë. Ndoshta Kiara kishte qëndruar në shtëpinë e ndonjë shoqeje. Ndoshta kishte vendosur të flinte në shtëpinë e të dashurit dhe kishte harruar të njoftonte. Ndoshta celularit i ishte mbaruar bateria. Por kur arriti në apartamentin e Viktorit dhe pa reflektimin e saj në pasqyrën e sallës së hyrjes, e dinte se nuk do ta fshehte dot shqetësimin e saj. Sytë e saj ishin të kuq dhe të fryrë, kishte rrath të thellë në fytyrë dhe duart i dridheshin lehtë. Viktori ishte në kuzhinë duke pirë kafe dhe duke lexuar diçka në tablet kur Roza hyri. Ai ngriti sytë dhe, për herë të parë në 10 vjet, e pa vërtet. Jo thjesht një vështrim i rastësishëm mirëmëngjesi, por një vështrim i dikujt që kupton se diçka nuk shkon. Roza, tha ai, me një shprehje habie. A është gjithçka në rregull? Roza u përpoq të buzëqeshte dhe të merrte qëndrimin e saj të zakonshëm profesional, por fjalët i dolën të dridhura.
Po, zoti Viktor. Më falni, nuk fjeta shumë mirë mbrëm. Viktori e vëzhgoi për disa sekonda të tjera, sikur po përpunonte informacionin. Ishte hera e parë që Roza tregonte ndonjë shenjë dobësie para tij, dhe gjithashtu hera e parë që ai tregonte interes të sinqert për mirëqenien e saj. Je e sigurt? Nuk dukesh mirë, këmbënguli ai, duke lënë tabletin mënjan. Roza ndjeu lotët që kërcënonin të derdheshin. Mirësia e papritur e Viktorit, e shtuar me dëshpërimin që ndjente për të bien, pothuajse i theu mbrojtje. Por arriti të kontrollojë. Faleminderit për shqetësimin, zoti Viktor. Është thjesht lodhje. Do të filloj pastrimin e dhomës së ndenjes. Viktori tundi kokën, por vazhdoi ta vëzhgonte me një shprehje mendimtare ndërsa ajo largohej. Diçka kishte ndryshuar në atë moment, një barierë e padukshme ishte qarë, por asnjëri prej tyre nuk e dinte ende dimensionin e asaj që do të vinte. Dita zvarritej në mënyrë agonizuese për Rozën. Çdo minutë që kalonte pa lajme nga Kiara, ankthi i saj rritej. Ajo përpiqej të përqendrohej në punët e shtëpisë, por e gjente veten të ndalur në mes të dhomave, me leckën e pastrimit në dorë, e humbur në mendime të errëta se ku mund të ishte vajza e saj. Viktori kishte dalë për një seri takimesh të rëndësishme, por para se të largohej, ju afrua në një mënyrë të paprecedent. Roza, nëse ke nevojë të largohesh për ndonjë arsye sot, mund të shkosh. Mos u shqetëso për detyrat, tha ai, me një mirësi që e befasoi. Roza falenderoi me edukat, por nuk e pranoi ofertën. Ajo duhej të mbante veten të zënë për të mos çmendur nga shqetësimi. Gjatë pasdites, ajo alternonte mes pastrimit obsesiv të njëjtave mobilje dhe kontrollit të celularit çdo pak minuta, duke pritur ndonjë shenjë nga Kiara. Ndërkohë, Kiara po jetonte makthin e saj. Nata e kaluar me Markun kishte qenë më e vështirë nga sa e kishte imagjinuar. Ata u takuan në një bar pranë stacionit qendror të metros, dhe që në fillim, ajo vuri re se ai ishte ndryshe. Më agresiv, më posesiv, më kontrollues. Ti po më shmang, Kiara. Nuk më pëlqen kjo, tha Marku, duke i mbajtur kyçin e dorës me më shumë forcë se sa ishte e nevojshme ndërsa ecnin. Nuk po të shmang. Është thjesht se duhet të përqendrohem në studime. Nëna ime është e shqetësuar për notat e mia, u përgjigj Kiara, duke u përpjekur të lironte krahun me diskrecion. Nëna jote gjithmonë ajo. Kur do ta kuptosh se unë jam ai që kujdesem vërtet për ty? Nëna jote thjesht do të kontrolloj, të më largoj nga ty. Kiara e njihte këtë fjalim. Muajt e fundit, Marku ishte përpjekur ta binte se Roza ishte një ndikim negativ në jetën e saj, se ajo duhej të zgjidhte mes nënës dhe tij. Me çdo takim, presioni rritej. Kaluan gjithë natën duke folur, ose më mirë, me Markun duke folur dhe ajo duke u përpjekur ta qetësonte. Ai ishte i bindur se Roza po i mbushonte kokën Kiarës kundër tij, se po sabotonte marrëdhënien e tyre. Rreth orës 3 të mëngjesit, Marku më në fund e la të shkonte, por jo para se ta bënte të premtonte se nuk do t'i tregonte asgjë nënës për shqetësimet e saj rreth marrëdhënies. Kiara kaloi pjesën tjetër të mëngjesit duke ecur nëpër rrugët e boshatisura të kryeqytetit, pa guxim të kthehej në shtëpi dhe të përballej me nënën. Ajo e dinte se Roza do të ishte e shqetësuar, por gjithashtu e dinte se do të ishte e pamundur të shpjegonte pa zbuluar atë që po ndodhte vërtet. Si mund të thoshte se kishte frikë nga i dashuri i saj? Kur lindi dielli, Kiara ishte e raskapitur fizikisht dhe emocionalisht. Nuk kishte ngrënë asgjë në 12 orët e fundit, kishte fjetur vetëm 2 orë në 48 orët e fundit, dhe ndihej plotësisht e humbur se çfarë të bënte me jetën e saj. Vendosi të shkonte në shkollë, edhe pse e dinte se do të humbiste orët e para. Ndoshta do të mund të fliste me ndonjë mësuese, ose thjesht të kishte disa orë normalitet para se të përballej sërish me problemet. Në metro, gjatë orës së pikut të mëngjesit, Kiara luftonte për të qëndruar në këmbë. Turma e shtynte nga njëra anë në tjetrën, era e djersës dhe parfumit të përzier e bënte të ndihej e përzier, dhe mungesa e ajrit filloi ta shqetësonte seriozisht. U përpoq të mbështetej në një nga shtyllat e platformës, por marramendja po bëhej gjithnjë e më intensive. Viktori, nga ana e tij, rrallë përdorte transportin publik. Atë mëngjes, megjithatë, shoferi i tij kishte munguar për shkak të problemeve familjare, dhe takimi i tij më i rëndësishëm do të ishte në një ndërtesë pranë stacionit qendror. Vendosi se do të ishte më shpejt të merrte metron se sa të përballej me trafikun kaotik të kryeqytetit. Ai po zbriste shkallët e stacionit kur dëgjoi një murmuritje në rritje në turm.
Njerëzit filluan të mblidheshin rreth diçkaje dhe ai dëgjoi Dick duke bërtitur për të thirrur një ambulancë. I shtyr nga një impuls që nuk mund ta shpjegonte, Viktori ju afrua grupit të njerëzve. Në qendër të rrethit, një vajzë e re ishte rrëzuar në tokë, pa ndjenja. Për disa sekonda mendoi se ajo dukej e njohur, por vetëm kur u ul për të ndihmuar, e njohu fytyrën. Kiara, thiri ai, pa menduar se sa e çuditshme ishte të njihte një adoleshente në një situatë të tillë. Njerëzit përreth e pan me kureshtje, por Viktori i injoroi. U gjunjëzua pranë vajzës dhe kontrolloi frymëmarrjen dhe pulsin e saj. Ishte gjallë, por qartazi e dobësuar. Lëkura e saj ishte e zbeth, pothuajse transparente, dhe ai vuri re se ajo ishte dukshëm më e dobët nga sa e mbante mend ta kishte parë në momentet e rralla kur ajo vizitonte nënën në punë. A ka thirrur dikush ambulancë? Pyeti Viktori me zë të lartë turmën. Po vin, u përgjigj një zonjë. Viktori hoqi xhaketën dhe e vendosi nën kokën e Kiarës, duke u përpjekur ta bënte më të rehatshme. Ndërsa priste ambulancën, vëzhgoi më në detaje vajzën. Kishte diçka në krahun e saj që e shqetësoi, shenja që dukeshin si shtrëngime, tashmë të zverdhura, duke treguar se ishin prej disa ditësh. Kur arriti ambulanca, Viktori u identifikua si një i njohur i familjes dhe pyeti se në cilin spital do ta çonin. Paramjekët informuan se do të ishte spitali publik më i afërt dhe Viktori vendosi t'i ndiqte. Në spital, ndërsa Kiara po merrte kujdes mjekësor, Viktori i telefonoi Rozës. Ishin 15 sekondat më të gjata të jetës së tij, duke u përpjekur të gjente fjalët për të shpjeguar situatën pa shkaktuar panik të panevojshëm. Roza, këtu është Viktori. Më duhet të vish në spitalin qendror sa më shpejt të jetë e mundur. Kiara është mirë, por i është dashur kujdes mjekësor. Do të shpjegoj gjithçka kur të arrish. Nga ana tjetër e linjës, Roza ndjeu botën t'i shembej. Të gjitha fantazitë e saj më të këqija u bën realitet në çështje sekondash. Mezi arriti të belbëzonte një povi para se të mbyllte telefonin. Udhëtimi i Rozës drejt spitalit ishte një mjegull dëshpërimi dhe faji. Si e kishte lënë Kiarën të dilte natën e kaluar duke ditur se diçka nuk shkonte. Si nuk kishte këmbëngulur më shumë që vajza të fliste me të. Pyetjet i rrotulloheshin në kokë ndërsa taksia përshkonte qytetin. Kur arriti në spital, gjeti Viktorin në sallën e pritjes së urgjencës. Ai ishte ulur, ende me këmishën e tij të rrudhur dhe duart e ndotura nga dyshemeja e stacionit të metros. Kur e pa, u ngrit menjëherë. Roza, ajo është stabile. Mjekët po bëjnë disa ekzaminime, por thanë se nuk ka rrezik për jetën, ishin fjalët e para të Viktorit dhe Roza ndjeu këmbët t'i dobësoheshin nga lehtësimi. Çfarë ndodhi? Si ti? Roza arriti të pyeste, ende duke u përpjekur të përpunonte situatën. Ajo humbi ndjenjat në stacionin e metros. Unë isha aty rastësisht dhe e njoha. E solla këtu dhe të telefonova menjëherë. Roza e pa Viktorin me një mirënjohje që nuk mundi ta shprehte me fjalë. Gjatë gjithë atyre viteve, ai kishte qenë thjesht punëdhënësi i saj. Në atë moment, ai ishte burri që shpëtoi vajzën e saj. A mund ta shoh? Pyeti Roza. Mjekët thanë se ajo duhet të zgjohet së shpejti. Do të presim së bashku. Për herë të parë në 10 vjet, Roza dhe Viktori u ulën pranë njëri tjetrit, jo si punëdhënës dhe punonjëse, por si dy njerëz të shqetësuar për mirëqenien e Kiarës. Heshtja mes tyre ishte ndryshe nga heshtja e zakonshme e shtëpisë. Ajo ishte e ngarkuar me emocion, me shqetësim të sinqert, me humanitet. Ajo ishte shumë e dobët, Roza, tha Viktori me zë të ulët pas disa minutash. Dhe pash disa shenja në krahun e saj. A e di nëse ajo po lëndohet apo? Roza mbylli syt, duke ndier fajin që po e konsumonte. E dija që diçka nuk shkonte. Javët e fundit ajo ishte ndryshe, më e mbyllur, më nervoze. U përpoqa të flas disa herë, por ajo gjithmonë shmangej. Ti nuk ke faj, tha Viktori, dhe Roza u befasua nga mirësia në zërin e tij. Adoleshentët mund të jenë shumë të ndërlikuar. E rëndësishme është që ajo do të jetë mirë. Një infermiere ju afrua atyre. Pacientja Kiara sapo është zgjuar. Ajo po kërkon nënën. Roza u ngrit shpejt, por hezitoi për një sekondë. Ajo pa Viktorin, i cili kishte bërë gjithë atë për një vajzë që mezi e njihte, dhe ndjeu një emocion të çuditshëm që i pushtoi gjoksin.
Shumë faleminderit, tha ajo, me një sinqeritet që e bëri Viktorin të kuptonte se kishte shumë më tepër pas atyre 2 fjalëve të thjeshta. Nuk ka pse të falënderosh. Kushto do të bënte të njëjtën gjë. Shko qëndro me vajzën tënde. Unë do të pres këtu për të ditur si është ajo. Roza hyri në dhomën ku Kiara ishte shtrirë, e lidhur me disa aparate. Vajza dukej edhe më e brisht në atë ambient spitalor dhe Roza ndjeu zemrën t'i coptoi. Nën, tha Kiara me zë të ulët kur e pa dhe filloi të qante. Roza ju afrua shtratit dhe i mori dorën vajzës, duke vënë re se sa e ftohtë dhe e dobët ishte. Jam këtu, dashuria ime. Ti je sigurt tani, tha Roza, duke puthur ballin e Kiarës. Nën, duhet të them diçka, filloi Kiara, mes nga shërimave. Për Markun, për atë që po ndodh me mua. Roza u përgatit të dëgjonte atë që intuita e saj amësore kishte dyshuar për javësh. Jashtë dhomës, Viktori priste me durim, pa imagjinuar se ai moment do të shënonte fillimin e një transformimi të thellë në jetën e të gjithë atyre. Mjeku arriti me rezultatet e analizave. Në ushqyerje, dehidrim, shenja të qarta stresi ekstrem dhe shenjat që Viktori kishte vënë re ishin vërtet shenja të agresionit fizik. Roza ndjeu një tërbim që nuk e kishte provuar kur më parë, i përzier me një mbrojtje amësore që e bëri të vendoste se, nga ai moment e tutje, do të bënte gjithçka të nevojshme për të mbrojtur vajzën e saj. Kur dolën nga dhoma për të folur me mjekun, Viktori ishte ende aty. Roza e pa me një përzierje mirënjohjeje dhe diçka tjetër, diçka që nuk mund ta emërtonte ende. Ai ishte shfaqur në jetën e tyre si një engjëll mbrojtës në momentin më kritik. Si është ajo, pyeti Viktori, duke u ngritur kur i pa. Do të jetë mirë, u përgjigj Roza. Por do të ketë nevojë për disa kujdese të veçanta në javët e ardhshme. Viktori tundi kokën dhe, për herë të parë, Roza vuri re diçka ndryshe në sytë e tij. Kishte një shqetësim të sinqert aty, një humanitet që ajo nuk e kishte vënë re kur në të gjithë ato vite bashkëjetese formale. Nëse ke nevojë për diçka, çfarëdo qoftë, mund të më kërkosh, tha Viktori, dhe Roza e dinte se ai po fliste seriozisht. Në atë moment, të ndalur në korridorin e një spitali publik, 2 botë plotësisht të ndryshme filluan t'i afroheshin njëra tjetrës në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk mund ta kishte imagjinuar. Ajo që kishte filluar si një aksident i fatit ishte gati të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Në ditët që pasuan episodin e spitalit, dinamika në shtëpinë e Viktorit ndryshoi plotësisht. Roza mungoi në punë për herë të parë në 10 vjet për t'u kujdesur për të bien, dhe kur u kthye 3 ditë më vonë, Viktori e priti në një mënyrë krejtësisht të ndryshme. Si është Kiara, ishte pyetja e tij e parë, madje para përshëndetjes së zakonshme. Më mirë, faleminderit. Ende po shërohet, por tashmë mund të ushqehet normalisht, u përgjigj Roza, e befasuar nga interesi i sinqert në zërin e tij. Atë natë të parë në spital, pasi mjekët e kishin lënë Kiarën të shkonte në shtëpi me rekomandim për pushim absolut, Roza më në fund dëgjoi të gjithë të vërtetën për marrëdhënien e vajzës me Markun. Fjalët e Kiarës i kumbonin në mendje që atëherë. Nën, Marku nuk është ai që unë mendoja se ishte, kishte filluar Kiara, ende e shtrirë në krevatin e spitalit. Në fillim, ai ishte i ëmbël, i vëmendshëm, më bënte të ndihesha speciale. Por pak nga pak ndryshoi. Roza kujtonte se si ishte shtrënguar zemra kur dëgjoi detajet. Marku kishte filluar duke e izoluar Kiarën nga miqt, pastaj duke kritikuar rrobat, opinionet, zgjedhjet e saj. Gradualisht, ai filloi të kontrollonte ku shkonte, me kë fliste, çfarë hante. Ai thoshte se ishte sepse më donte shumë, se kishte xhelozi sepse unë isha shumë e rëndësishme për të, kishte shpjeguar Kiara, me lotët që i rrivnin në fytyrë. Dhe unë besova, nën. Mendova se kështu funksiononte dashuria. Shenjat në krahun e Kiarës ishin rezultati i javëve të fundit, kur ajo u përpoq të vinte në dyshim disa qëndrime të Markut. Ai e mbante fort gjatë debateve, duke lënë shenja që ajo i fshehte me mëngë të gjata. Natën para humbjes së ndjenjave, ai e kishte kërcënuar se do të bënte diçka më keq nëse ajo vazhdonte të mos bindeshe. Roza kishte dëgjuar gjithçka në heshtje, e ndarë mes tërbimit dhe lehtësimit që më në fund e dinte të vërtetën. Kur Kiara mbaroi së treguari, Roza i kapi duart vajzës dhe bëri një premtim solemn, kur më ajo nuk do t'i nënshtrohej asaj situate. Tani, e kthyer në punë, Roza përpiqej të mbante rutinën e saj normale, por vuri re se Viktori e vëzhgonte me më shumë vëmendje.
Ai pyeste për Kiarën, ofronte ndihmë, tregonte një mirësi që ajo nuk e kishte provuar kur nga ana e tij. Rosa, tha Victoria të pasdite të parë të kthimit në punë, do të doja të flisja me ty kur të mbarosh detyrat. Nuk është asgjë formale, thjesht një bisedë. Zemra e Rosës u përshpejtua. Në 10 vjet, Victoria nuk I kishte kërkuar kur të fliste me të përtejtë çështjeve që lidheshin me punën. Kaloi pjesën tjetër të ditës nervoze, duke imagjinuar se çfarë mund të donte. Kur mbaroi pastrimin, gjeti Viktorin në dhomën e ndenjes, jo ulur në koltukun e tij të zakonshëm, por në divan me një qëndrim më të relaksuar. Ai bëri shenjë që ajo të ulej në koltukun përballë, duke thyer edhe një barierë të padukshme që kishte ekzistuar gjithmonë mes tyre. Si po ndihesh, Rosa? E di që kanë qenë ditë të vështira, filloi Viktori, dhe ajo vuri re se ai e thërriste me emër më shpesh që nga spitali. Jam mirë, zoti Viktor. Kiara po shërohet dhe kjo është më e rëndësishmja. Mund të më thërrasësh thjesht Viktor, Rosa. Pas asaj që kemi kaluar së bashku në spital, mendoj se formalitetet e tepërta nuk kanë më kuptim. Rosa ndjeu një nxehtësi që I ngjitej në fytyrë. Ndryshimi në trajtim ishte simbolik I diçkaje më të madhe që po ndodhte mes tyre. Viktor, tha ajo, duke provuar emrin pa zotëri përpara, shumë faleminderit sërish që e ndihmove Kiarën. Nëse nuk do të ishe ti, nuk ka pse të falenderosh. Kushto do të bënte të njëjtën gjë, e ndërpreu Viktori. Por dua të dish se, nëse ke nevojë për çfarëdo lloj ndihme për të mbrojtur Kiarën nga ky djalë, mund të llogarisësh tek unë. Rosa e pa me habi. Si e dinte ai për Markun? Në spital, ndërsa ti flisje me mjekët, Kiara u zgjua dhe më tregoi disa gjëra, shpjegoi Viktori. Ajo ishte e trembur, duke menduar se djali do të shfaqej aty. Unë I garantova se ajo ishte e sigurt. A tregoi për Markun? Pyeti Rosa me zë të ulët. Mjaftueshëm sa që unë të kuptoja se ajo është në një situatë të rrezikshme. Dhe se ti, si nën, duhet të jesh e dëshpëruar pa ditur si ta mbrosh. Rosa ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Ishte pikërisht kjo që ajo po ndjente, një dëshpërim të thellë për të mos ditur si ta mbante vajzën të sigurt. Ajo ka frikë të dalë nga shtëpia, rrëfeu Rosa. Marku ka telefonuar vazhdimisht, ka dërguar mesazhe, madje është shfaqur një herë para ndërtesës son. Kiara nuk do të shkojë më në shkollë, nuk do të dalë vetëm. Viktori u përkul përpara me një shprehje serioze. Rosa, dua të bëj një propozim. E di që mund të tingëlloj çuditshëm duke ardhur nga unë, por e kam seriozisht. Kiara mund të qëndroj këtu në shtëpi gjatë ditës, ndërsa ti punon. Është e sigurt, ka portier 24 orë, dhe ajo nuk do të mbetej vetëm në shtëpi e pambrojtur ndaj vizitave të padëshiruara. Rosa heshti duke përpunuar ofertën. Ishte shumë bujare, shumë e papritur. Nuk mund ta pranoj këtë, tha Rosa më në fund. Është shumë ajo që ke bërë për ne. Rosa, tha Viktori, dhe kishte diçka në zërin e tij që ajo nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Në 10 vjet, ti ke kujdesur për shtëpinë time si të ishte e jotja. Ti ke qenë e përpikt, e përkushtuar, efikase, edhe kur unë udhëtoja për javë të tëra. Ti meriton që dikush të kujdeset edhe për ty. Fjalët e Viktorit prekën Rozën në një mënyrë që ajo nuk e priste. Askush nuk kishte folur kur për kujdesin ndaj saj. Gjithmonë kishte qenë ajo që kujdesej për vajzën, për shtëpinë, për të tjerët. Përveç kësaj, vazhdoi Viktori, kam një zyrë në shtëpi që qëndron bosh gjatë ditës. Kiara mund ta përdorte për të studiuar, për të rikuperuar studimet e humbura. Dhe unë njoh disa avokatë të specializuar në raste si ky, nëse ju vendosni të merrni masa ligjore. Rosa pa Viktorin sikur po e shihte për herë të parë. Gjatë gjithë atyre viteve, ajo e kishte menduar atë si një punëdhënës të largët, të mbyllur në botën e tij. Tani kuptonte se kishte shumë më thellësi në të se sa kishte imagjinuar. Pse po e bën këtë për ne? Pyeti Rosa, vërtet kurioze. Viktori hezitoi për një moment, sikur po kërkonte fjalët e duhura. Kur pash Kiarën në dyshemen e stacionit, pa ndjenja, diçka ndryshoi tek unë. Kuptova se kam jetuar në një flusk prej vitesh, I përqendruar vetëm në punë, duke injoruar gjithçka rreth meje. Përfshir njerëz të rëndësishëm që ishin pikërisht para meje. Ai e pa Rozën drejt në sy kur e tha këtë, dhe ajo ndjeu diçka të lëvizte në gjoksin e saj. Ti dhe Kiara nuk jeni thjesht njerëz që punojnë ose frekuentojnë shtëpinë time. Ju jeni pjesë e jetës sime prej një dekade.
Është koha që unë ta njoh këtë dhe të veproj si dikush që i intereson. Atë natë, Roza u kthye në shtëpi me kokën plot mendime të ndërlikuara. Gjeti Kiarën në kuzhinë duke përgatitur një çaj me një pamje shumë më të mirë se ditët e fundit. Nën, Viktori telefonoi më herët, tha Kiara. Ai më ftoi të qëndroja në shtëpinë e tij gjatë ditës, tha se mund të përdor zyrën për të studiuar. Fole me të? Fola. Dhe e di çfarë, nën? Ai duket të jetë një person shumë i sjellshëm. Ndryshe nga sa e imagjinoja. Roza u ul pranë të bijes në tryezën e kuzhinës. Dhe çfarë mendon për propozimin e tij? Kiara heshti për një moment duke përzier çajin. Mendoj se do të ishte mirë. Do të ndihesha më e sigurt dhe do të mund të kthehesha të studioja pa frikë. Dhe gjithashtu mendoj se do të ishte mirë për ty. Për mua? Si kështu? Nën, ti ke kaluar gjithë jetën duke u kujdesur për mua, duke punuar për të më mbajtur. Nuk ke pasur kur kohë për veten, nuk ke pasur kur dikë që të kujdesej për ty, ndoshta është koha të pranosh ndihmë. Roza pa të bien me admirim. Edhe pas gjithë asaj që kishte kaluar, Kiara ende shqetësohej për mirëqenien e nënës. Je e sigurt që do ta bësh këtë? Pyeti Roza. Po. Dhe nën, unë gjithashtu dua që ne të kërkojmë një avokat për Markun. Nuk dua të kem më frikë prej tij. Dua që ai të paguaj për atë që më bëri. Roza i kapi dorën vajzës duke ndier një krenari të madhe për guximin që Kiara po tregonte. Ditën tjetër, Kiara shoqëroi Rozën në punë. Viktori i priti ngrohtësisht, i tregoi zyrën Kiarës, i shpjegoi si funksiononte sistemi i sigurisë së ndërtesës dhe i la numrat e telefonit të portierit dhe të tijin për çdo urgjencë. Nëse ndjen ndonjë parehati apo pasiguri, më telefono menjëherë, i tha Viktori Kiarës. Dhe kjo vlen edhe për ty, i tha Rozës. Gjatë ditëve të para, Roza ndihej e tensionuar, e shqetësuar nëse Kiara ishte mirë, nëse po e shqetësonte Viktorin, nëse situata ishte e qëndrueshme. Por gradualisht, ajo vuri re se diçka e veçantë po ndodhte. Kiara ishte dukshëm më e relaksuar dhe më e sigurt. Ajo kishte rifilluar studimet me disiplinë, po ushqehej më mirë dhe madje kishte telefonuar disa shoqe të vjetra të shkollës. Siguria e ambientit po i lejonte asaj të shërohej si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Dhe Roza gjithashtu po ndryshonte. Bisedat me Viktorin u bën më të shpeshta dhe më natyrale. Ai pyeste për jetën e saj, ndante histori për punën e tij dhe ndonjëherë ata drekonin së bashku ndërsa Kiara studionte në zyrë. Një pasdite, ndërsa Roza po përgatiste darkën, Viktori arriti nga puna më herët se zakonisht. Gjeti Kiarën në dhomën e ndenjes duke lexuar një libër dhe Rozën në kuzhinë. Si shkuan studimet sot? Pyeti Kiarën. Shumë mirë. Arrita të mbaroj të gjithë materialin e matematikës që ishte i prapambetur. Dhe avokati që më rekomandove telefonoi. Ai do të caktoj një takim për javën e ardhshme. Viktori tundi kokën, i kënaqur. Pastaj ju drejtua kuzhinës, ku Roza po përgatiste një risotto. Mban erë shumë të mirë, tha ai, duke ju afruar sobës. Është risotto me kërpudha. Shpresoj t'ju pëlqej, u përgjigj Roza, duke vënë re se Viktori ishte më afër saj se zakonisht. A mund të ndihmoj? Pyeti ai, diçka që nuk e kishte bërë kur më parë. Roza hezitoi për një moment, por pastaj buzëqeshi. Mund të presësh domatet për sallatë. Ata punuan krah për krah në kuzhinë, në një heshtje të rehatshme. Roza ishte tepër e vetëdijshme për praninë e Viktorit pranë saj, për prekjen e rastësishme të duarve të tyre kur ai i jepte diçka, për aromën e parfumit të tij mashkullor të përzier me erën e ushqimit. Roza, tha Viktori me zë të ulët, ndërsa priste domatet, a mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht, u përgjigj ajo, duke përzier risotton. A e ke lejuar ndonjëherë veten të jesh vërtet e lumtur? Dua të them, vërtet e lumtur, jo thjesht e kënaqur që po kryen detyrat e tua? Pyetja e kapi Rozën në befasi. Ajo ndaloi së përzier risotton dhe pa Viktorin. Nuk e di nëse e kuptoj pyetjen, tha ajo. Në gjithë këto vite, ti ke qenë gjithmonë kaq e përkushtuar, kaq e përqendruar në kujdesin ndaj të gjithëve rreth teje. Por ti? Kur ishte hera e fundit që dikush u kujdes për ty? Kur ishte hera e fundit që bëre diçka thjesht sepse të bënte të lumtur? Roza heshti, duke menduar. Nuk mund të kujtonte një përgjigje për asnjë nga pyetjet e Viktorit.
Mendoj se kam harruar si të jem e lumtur për veten time, rrëfeu ajo me zë të ulët. Viktori ndaloi së prerë domatet dhe u kthye plotësisht nga ajo. Atëherë ndoshta është koha që ti të kujtohesh, tha ai, me një intensitet që e bëri Rozën të ndjej flutura në stomak. Javët që pasuan u shënuan nga një transformim gradual, por i thellë në jetën e të treve. Kiara ishte dukshëm më e fortë, si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Avokati i rekomanduar nga Viktori, Alan Mulleri, ishte treguar jashtëzakonisht kompetent dhe i ndjeshëm ndaj çështjes. Në vetëm 2 javë, ai arriti të siguronte një urdhër mbrojtjeje kundër Markut, i cili u ndalua t'i afrohej Kiarës ose të tentonte çfarëdo lloj kontakti. Ai u përpoqte të telefononte mbrëm, i tha Roza Viktorit gjatë drekës. Por kur pa se ishte një numër nga zyra e avokatisë, e mbylli menjëherë. Kjo është një shenjë e mirë. Do të thotë se ai po e merr seriozisht urdhrin mbrojtës, u përgjigj Viktori, duke i shërbyer më shumë verë Rozës. Drekat së bashku ishin bërë një rutinë. Ndërsa Kiara studionte e përqendruar në zyrë, Roza dhe Viktori flisnin për gjithçka, nga çështjet e vogla të përditshme deri te kujtimet e fëmijërisë, ëndrat e braktisura dhe frikat e thella. Roza zbuloi se Viktori kishte humbur gruan e tij në një aksident trafiku 8 vjet më parë, dhe që atëherë ishte izoluar emocionalisht nga çdo mundësi për një marrëdhënie të re. Ai zbuloi se Roza kishte mbetur shtatzën me Kiarën shumë e re, në moshën 28 vjeçare, dhe se babai i vajzës nuk kishte qenë kurrë i pranishëm në jetën e tyre. Ti nuk ke menduar kurrë të martoheshe sërish? Të kishe fëmijë të tjerë? Pyeti Viktori një pasdite, ndërsa pinin kafe në balkon. Sinqerisht, nuk kam pasur kurrë kohë të mendoja për këtë, u përgjigj Roza. Kiara ka qenë gjithmonë prioriteti im, dhe puna për ta mbajtur më merrte gjithë energjinë. Po ti? Nuk ke menduar kurrë të rindërtosh jetën tënde dashurore? Viktori heshti për një kohë të gjatë, duke parë drejt horizontit. Mendova se nuk do të mund të dashuroja kurrë më askënd, tha ai me zë të ulët. Mendova se e kisha humbur atë aftësi bashkë me gruan time. Dhe tani, pyeti Roza, duke ndjerë zemrën ti përshpejtohej. Viktori e pa drejt në sy. Tani po zbuloj se isha gabim. Tensioni mes tyre po bëhej i prekshëm. Roza ndjente një tërheqje në rritje ndaj Viktorit, diçka që e tremte dhe e emociononte në të njëjtën kohë. Ajo nuk kishte pasur kurrë një marrëdhënie me një burr si ai, i sjellshëm, i vëmendshëm, stimulues intelektualisht. Dhe ishte e qartë se ndjenja ishte reciproke. Një natë, pasi Kiara kishte shkuar të flinte herët, Roza po përfundonte pastrimin e kuzhinës kur Viktori ju afrua. Roza, tha ai, do të doja të tregoja diçka. Ai e çoi në balkon, ku kishte përgatitur një surprizë. Drita të vogla ishin varur rreth zonës, duke krijuar një ambient intim dhe mikpritës. Një muzikë e butë luante me zë të ulët në sistemin e zërit. Çfarë është kjo? Pyeti Roza, e befasuar dhe e emocionuar. Është një mënyrë për të treguar sa e veçantë je, tha Viktori, duke ju afrua asaj. Në gjithë këto vite, ti je kujdesur për gjithçka dhe për të gjithë. Sot është radha ime të kujdesem për ty. Ai kishte përgatitur një darkë të thjeshtë por elegante, me qirin dhe gota vere. Roza u ndje si një princesh, diçka që nuk e kishte provuar kurrë në gjithë jetën e saj. Viktor, kjo është shumë e bukur. Nuk kishte nevojë. Filloi ajo. Kishte nevojë po, e ndërpreu ai butësisht, duke i tërhequr një karrige për të ulur. Ti meriton të trajtohesh si gruaja e veçantë që je. Gjatë darkës, ata folën për ëndrat që kishin braktisur, për mënyrën si kishin ndryshuar jetët e tyre që nga takimi në spital, për mënyrën si ndiheshin rehat me njëri tjetrin në një mënyrë që nuk e kishin imagjinuar kurrë. Roza, tha Viktori kur mbaruan së ngrëni, duhet të them diçka. Zemra e Rozës u përshpejtua. Çfarë është? Po bie në dashuri me ty, rrëfeu ai, duke i kapur dorën mbi tryezë. Dhe e di që mund të duket e ndërlikuar për shkak të historisë son, për shkak të dallimeve mes botëve tona, por nuk mund të shtirem më se kjo nuk po ndodh. Roza ndjeu lotët t'i formoheshin në sy. Viktor. Nuk ke pse të përgjigjesh tani, tha ai shpejt. Thjesht duhej që ti ta dije si ndihem unë. Roza pa duart e tyre të ndërthurura mbi tryezë, drejt burrit që ishte bërë kaq i rëndësishëm në jetën e saj në kaq pak kohë. Edhe unë, përshpëriti ajo. Edhe unë po bie në dashuri me ty. Viktori buzëqeshi në një mënyrë që Roza nuk e kishte parë kurrë më parë.
Ai u ngrit, rrethoi tryezën dhe e tërhoqi me delikatesë për t'u ngritur në këmbë. Ata u panë në sy për një kohë të gjatë para se Viktori t'i afrohej fytyrës së saj. Puthja e parë ishte e butë, hezituese, plot butësi dhe premtime të pashprehura. Roza ndjeu sikur po zgjohej nga një gjumë i gjatë, duke zbuluar ndjesi dhe emocione që kishte harruar se ekzistonin. Kur u ndan, Viktori mbështeti ballin e tij në të sajën. Nuk dua që kjo të jetë thjesht një moment, pëshpëriti ai. As unë, u përgjigj Roza. Në ditët në vijim, marrëdhënia mes tyre u thellua natyrshëm. Viktori u bë më i dashur, më i pranishëm, më i vëmendshëm ndaj nevojave të Rozës. Ajo, nga ana e saj, e lejoi veten të kujdesej për herë të parë pas shumë vitesh, duke zbuluar një anë femërore dhe sensuale që e kishte shtypur për kaq shumë kohë. Kiara, fillimisht, nuk e vuri re ndryshimin në dinamikën mes nënës dhe Viktorit. Ajo ishte shumë e përqendruar në rikuperimin e saj dhe në studime. Por pas disa javësh, filloi të vërej vështrimet e shkëmbyera, bisedat e pëshpëritura, lumturinë ndryshe në fytyrën e nënës. Një pasdite, ndërsa Roza përgatiste vaktin e lehtë, Kiara ju afrua me një shprehje serioze. Nën, a mund të flas me ty? Sigurisht, bija ime. Çfarë ndodhi? Ti dhe Viktori apo dilni bashkë? Roza ndjeu fytyrën t'i nxehej. Ajo dhe Viktori nuk e kishin përcaktuar ende zyrtarisht marrëdhënien, por ishte e qartë se diçka e veçantë po ndodhte mes tyre. Pse po e pyet këtë? Roza u përpoq të shmangej. Sepse është e qartë, nën. Ju shihni njëri tjetrin ndryshe, flisni me zë të ulët dhe ti ke një lumturi në fytyrë që nuk e kam parë prej vitesh. Roza pshertiti dhe u ul pranë të bijës. Kiara, e di që mund të duket e çuditshme. Nën, e ndërpreu Kiara, a mendon se unë jam kundër? Se jam e mërzitur? Roza pa të bien me habi. Dhe ti nuk je? Përkundrazi, tha Kiara, duke buzëqeshur për herë të parë pas javësh. Nën, Viktori më shpëtoi jetën, na mirëpriti kur kishim më shumë nevojë, më dha siguri për të rikuperuar. Ai qartazi kujdeset shumë për ty dhe kryesisht, nuk të kam parë kur kaq të lumtur. Roza ndjeu sytë t'i mbusheshin me lot lehtësimi. Kisha frikë se do të ndieshe e tradhtuar, ose se do të mendoje se po të neglizhoja, rrëfeu Roza. Nën, ti ke kaluar 17 vjet të jetës tënde duke mu përkushtuar ekskluzivisht mua. Ti meriton të jesh e lumtur, meriton të kesh dikë që të kujdeset për ty dhe nëse ai dikush është Viktori, unë mund të jem vetëm e lumtur për ju. Atë natë, Roza i tregoi Viktorit për bisedën me Kiarën. Ata ishin ulur në divanin e dhomës së ndenjes, ajo e mbështetur në gjoksin e tij, duke dëgjuar muzikë klasike. A e tha vërtet këtë? Pyeti Viktori, duke përkëdhelur flokët e Rozës. Po. Dhe e di çfarë tjetër tha? Se ti je si një baba që ajo nuk e kishte pasur kurrë, por që gjithmonë e kishte dashur. Viktori u emocionua nga fjalët e Kiarës. Javët e fundit, ai kishte zhvilluar një dashuri të sinqertë për vajzën, duke u krenuar me rikuperimin e saj, me guximin e saj për t'u përballur ligjërisht me Markun, me vendosmërinë e saj për të rindërtuar jetën e saj. Roza, tha Viktori, duhet të bëj një pyetje të rëndësishme. Roza u drejtua për ta parë në sy. Cila? A do të doje të njihje pak nga bota ime? Dua të them, të dilnim nga këtu, të shkonim në disa vende që frekuentoj, të njihje disa njerëz të rëndësishëm për mua? Roza hezitoi. Dallimi social mes tyre kishte qenë gjithmonë i pranishëm në mendjen e saj, edhe pse Viktori nuk e kishte bërë kur të ndiej inferiore. Viktor, bota jote është shumë ndryshe nga imja. Nuk e di nëse do të përshtatesha. Roza, tha ai, duke i kapur fytyrën mes duarve, bota ime ka kuptim vetëm nëse ti je në të. Dhe unë dua që të njohësh miqtë e mi, dua që ata të shohin gruan e pabesueshme me të cilën jam dashuruar. Dhe nëse ata nuk më pranojnë? Dhe nëse e shohin të çuditshme që ti je me ish punonisën tënde? Së pari, ti nuk je ish punonisja ime. Ti je gruaja që unë dua. Së dyti, nëse dikush nuk mund të shohë sa e veçantë je ti, atëherë ai person nuk meriton të jetë pjesë e jetës sime. Deklarata e dashurisë u tha aq natyrshëm sa Roza i mori disa sekonda për të përpunuar fjalët. Ti më do? Pyeti ajo me zë të ulët. Po, u përgjigj Viktori pa hezitim. E dua forcën tënde, përkushtimin tënd, mirësinë tënde. E dua mënyrën si je nën, si kujdesesh për gjithçka dhe për të gjithë.
E dua të qeshurën tënde, heshtjet e tua, mënyrën si më bën të ndihem gjallë sërish. Roza filloi të qaj, por ishin lot lumturie. Edhe unë të dua, përshpëriti ajo. E dua mënyrën si më bën të ndihem speciale, si kujdesesh për mua dhe Kiarën. E dua durimin tënd, bujarin tënde, mënyrën si ke ndryshuar jetët tona. Ata u puthën me një pasion që ishte rritur prej javësh, duke vullosur një deklarat që do të ndryshonte fatet e tyre për gjithmonë. Fundjavën tjetër, Viktori e çoi Rozën për darkë në një restorant elegant në qendër të kryeqytetit. Roza u rregullua me një fustan që Viktori kishte bler për të, duke u ndjerë e bukur dhe e sigurt në një mënyrë që nuk e kishte provuar kurrë. Në restorant, Viktori e prezantoi Rozën me disa miq biznesmen si gruaja më e veçantë në jetën time. Roza ishte nervoze në fillim, por shpejt vuri re se Viktori kishte zgjedhur njerëz vërtet të sjellshëm, të cilët e mirëpritën me dashamirësi dhe respekt. Ajo është e adhurueshme, Viktor, komentoi Anjeza, gruaja e një prej partnerëve të Viktorit. Kishte kohë që nuk të kishim parë kaq të lumtur. Gjatë darkës, Roza u befasua duke marrë pjesë natyrshëm në biseda, duke zbuluar se kishte mendime interesante për çështje të ndryshme dhe se përvoja e saj e jetës sillte një perspektivë të vlefshme për grupin. Viktori na tregoi se ti ke një vajzë adoleshente, komentoi Filipi, një tjetër mik. Duhet të jetë sfiduese të rrisësh një vajzë vetëm. Është sfiduese, por është gjithashtu gëzimi më i madh i jetës sime, u përgjigj Roza me sinqeritet. Kiara më ka mësuar më shumë për dashurinë dhe forcën se sa kisha imagjinuar ndonjëherë se ishte e mundur. Ajo ka trashëguar bukurinë dhe elegancën e nënës, tha Viktori, duke ndërthurur gishtat me ata të Rozës mbi tryez. Në fund të mbrëmjes, Roza ndihej e sigurt dhe e integruar. Viktori e kishte prezantuar me krenari, e kishte trajtuar si të barabartë dhe i kishte treguar asaj se dashuria e vërtet ka përcen barrierat sociale. Faleminderit për këtë natë, tha Roza ndërsa ktheheshin në shtëpi me makinën e Viktorit. Faleminderit që më dhe mundësinë të tregoj botës gruan e pabesueshme që je, u përgjigj Viktori duke i puthur dorën. Kur arritën në shtëpi, gjetën Kiarën duke parë televizor në dhomën e ndenjes. Ajo pa nënën, elegante dhe rrezatuese, dhe buzëqeshi. Si shkoi darka, pyeti. Ishte perfekte, u përgjigj Roza duke u ulur pranë të bijes në divan. Dhe miqtë e Viktorit? Ishin të sjellshëm me ty? Ishin të mrekullueshëm. Dhe e di çfarë? Zbulova se nuk jam aq ndryshe nga ata sa imagjinoja. Viktori u ul në anën tjetër të Kiarës, duke krijuar një pamje familjare që të tre po mësonin ta vlerësonin. E dini, tha Kiara, duke i parë të dy, nuk e imagjinoja kurrë se jeta ime mund të ndryshonte kaq rrënjësisht. 2 muaj më parë, unë isha e bllokuar në një marrëdhënie që më shkatëronte. Sot, ndihem e sigurt, e dashur dhe pjesë e një familjeje të vërtetë. Viktori dhe Roza u pan mbi kokën e Kiarës, të dy të emocionuar nga fjalët e vajzës. Jemi vërtet një familje, tha Viktori. Dhe do të vazhdojmë të jemi, çfarëdo që të ndodhë. Atë natë, për herë të parë që kur ishin njohur romantikisht, Roza fjeti në krahët e Viktorit, duke u ndjerë e plot në një mënyrë që nuk e kishte imagjinuar kurrë se ishte e mundur. Muajt në vijim sollën ndryshime edhe më të thella për treshen. Kiara jo vetëm që u shërua plotësisht nga trauma me Markun, por gjithashtu lulëzoi në një mënyrë që i habiti të gjithë. Ajo rifilloi studimet me përkushtim të rinovuar, bëri miq të rinj në shkollë dhe madje filloi të marrë pjesë në një grup mbështetës për të rinj që kishin kaluar marrëdhënie abuzive. Nën, dua të bëj diçka për të ndihmuar vajza të tjera që po kalojnë atë që kalova unë, tha Kiara një pasdite, ndërsa studionte në zyrën e Viktorit. Ndoshta të krijoj një blog ose të marr pjesë në leksione në shkolla. Roza ishte krenare për pjekurinë dhe solidaritetin e vajzës, por gjithashtu pak e shqetësuar. Je e sigurt që je gati të rikthesh ato përvoja duke ndihmuar njerëz të tjerë? Po, nën. Në fakt, mendoj se pikërisht sepse kam kaluar këtë, mund të ndihmoj. E di sa e vështirë është të kuptosh se je në një marrëdhënie të keqe, sa e frikshme është të kërkosh ndihmë. Viktori, i cili kishte dëgjuar bisedën, ju afrua atyre. Kiara, nëse vërtet dëshiron ta bësh këtë, mund të ndihmoj të kontaktosh disa ujëqe që punojnë me këtë lloj situate. Dhe gjithashtu mund të financoj krijimin e një projekti më të strukturuar. Seriozisht, pyeti Kiara, me sytë që i shkëlqenin. Seriozisht. Mendoj se përvoja jote mund të shpëtoj shumë vajza të tjera.
Kështu lindi projekti Rifillimi, një iniciativë që kombinonte leksione në shkolla, kujdes psikologjik falas për adoleshentët dhe një kanal online ku të rinjt mund të ndanin përvoja dhe të kërkonin ndihmë anonimisht. Kiara u bë zëdhënësja e projektit, duke treguar historinë e saj me guxim dhe duke inkurajuar vajza të tjera të kërkonin ndihmë. Suksesi i projektit i solli Kiarës një dukshmëri të papritur, e cila u ftua të jepte intervista në programe televizive dhe radio. Roza ndiqte gjithçka me një përzierje krenarie dhe admirimi për forcën e vajzës. Ajo po bëhet një ere e pabesueshme, komentoi Viktori një natë, pasi kishin parë një intervistë të Kiarës në një program lajmesh lokal. Ajo ka qenë gjithmonë e pabesueshme, u përgjigj Roza. Thjesht duhej të gjente zërin e saj sërish. Ndërsa Kiara arritej dhe fitonte pavarësi, Roza gjithashtu po kalonte transformimet e saj. Viktori e inkurajoi të kthehej në studime dhe ajo u regjistrua në një kurs menaxhimi projektesh sociale, duke zbuluar një pasion për organizim dhe udhëheqje që nuk e kishte eksploruar kurrë. Ti ke një talent natyror për të koordinuar njerëzit dhe burimet, tha Viktori pasi Roza prezantoi projektin e saj të parë të kursit. A ke menduar ndonjëherë të punosh me menaxhim projektesh sociale profesionalisht? Ideja e shqetësoi Rozën për javë të tëra. Pas kaq shumë vitesh duke punuar si shërbëtore, mundësia për të pasur një karrierë ndryshe dukej si një ëndër e pamundur. Viktor, të falenderoj për besimin tënd, por nuk e di nëse kam përgatitjen e mjaftueshme për këtë lloj pune, rrëfeu ajo. Roza, ti ke punuar gjithë jetën, ke sakrifikuar ëndrat e tua për të tjerët, ke rritur një vajzë shembullore vetëm, ke ruajtur dinjitetin dhe mirësinë tënde edhe përballë vështirësive të mëdha. Nëse dikush meriton lumturinë, je ti. Fjalët e Viktorit e bën Rozën të rimendonte aftësitë e saj. Ndoshta ajo vërtet kishte aftësi që nuk i kishte njohur kurrë zyrtarisht. Mundësia u shfaq kur Viktori vendosi të krijonte një fondacion të dedikuar për të mbështetur gratë në situata të cenueshmërisë sociale. Ai i ofroi Rozës pozicionin e koordinatores së përgjithshme të projektit. Unë, pyeti Roza, e pabesueshme. Viktor, je i sigurt? Kjo është një përgjegjësi e madhe. Jam absolutisht i sigurt. Dua dikë që kupton në praktik sfidat me të cilat përballen këto gra. Dikë që ka jetuar këto vështirësi dhe ka arritur t'i kapërcej. Dikë të cilit i besoj plotësisht. Roza pranoi sfidën dhe në muajt në vijim ju përkushtua strukturimit të fondacionit me një pasion që e befasoi. Ajo intervistoi 10 gra, organizoi programe trajnimi profesional, krijoi partneritete me kompani të gatshme të ofronin mundësi pune dhe zhvilloi një sistem mbështetjeje psikologjike dhe ligjore. E di, i tha Roza Viktorit një natë, pas një dite veçanërisht produktive në fondacion, nuk e imagjinoja kurrë se mund të ndihesha kaq e realizuar profesionalisht. Gjatë gjithë këtyre viteve, mendova se vlera ime ishte vetëm në shërbim dhe kujdesin ndaj të tjerëve. Dhe tani, pyeti Viktori, duke i masazhuar shpatullat e tensionuara të Rozës. Tani shoh se mund të shërbej dhe të kujdesem për të tjerët në mënyra shumë më të gjera. Mund të bëj vërtet një ndryshim në jetën e qindra grave. Viktori buzëqeshi, krenar për transformimin e Rozës. Ajo kishte zbuluar forcën dhe potencialin e saj dhe kjo e bënte atë edhe më tërheqëse në sytë e tij. Por jo gjithçka ishte e thjeshtë në këtë periudhë. Kishte momente tensioni dhe rregullime të vështira. Një natë, Kiara arriti në shtëpi dukshëm e mërzitur. Çfarë ndodhi, bija ime? Pyeti Roza, e shqetësuar. Pata një sherr me Olian sot, tha Kiara, duke ju referuar një prej shoqeve që kishte bërë kohët e fundit. Për çfarë? Ajo tha se po e mbaja veten shumë të rëndësishme për shkak të projektit, se kam ndryshuar që kur erdhëm të jetojmë këtu. Tha se kam harruar prej nga vi. Roza ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ishte pikërisht kjo lloj situate që ajo druhej, që ndryshimet në jetët e tyre të krijonin probleme në marrëdhëniet e vjetra të Kiarës. Dhe çfarë i the? I thash se nuk kam harruar prej nga vi, por se gjithashtu nuk do të kërkoj falje që jam në një vend më të mirë tani. I thash se ajo duhej të ishte e lumtur për sukseset e mia, jo e indinjuar. Viktori, i cili po dëgjonte bisedën nga dhoma e ndenjes, ju afrua. A mund të jap një opinion? Pyeti ai me delikatesë. Kiara tundi kokën. Të rritesh dhe të ndryshosh ndonjëherë do të thotë të lësh pas disa njerëz, fatkeqësisht. Jo të gjithë mund të ndjekin evolucionin ton dhe disa ndihen të shqetësuar nga suksesi ynë.
E rëndësishme është të mbash thelbin tënd, të jesh mirënjohëse për atë që ke, por të mos ulesh për t'i bërë të tjerët të ndihen më mirë. Është e vështirë, rrëfeu Kiara. Olia ishte një nga shoqet e mia më të mira. Ishte, tha Roza butësisht. Dhe nëse ajo është vërtet shoqja jote, do ta kapërcej xhelozin dhe do të kthehet të mbështesë. Nëse nuk mundet, ndoshta miqësia nuk ishte aq e fortë sa mendonin. Kiara reflektoi mbi fjalët e nënës dhe të Viktorit. Disa javë më vonë, Olia e kërkoi për t'i kërkuar falje, duke pranuar se ishte xheloze për arritjet e Kiarës. Miqësia u rivendos, por në baza të ndryshme, më të pjekura dhe më të ndershme. Një tjetër sfidë u shfaq kur Roza duhej të përballej me komentet e disa njerëzve nga lagja ku jetonte më parë. Ajo ende mbante kontakt me disa fqinje dhe jo të gjitha reaguan pozitivisht ndaj ndryshimeve në jetën e saj. Roza po e mban veten shumë që kur është me atë të pasurin, komentoi Ana, një fqinje e vjetër, për gra të tjera në radhë në tregë. Harroj shoqet, nuk vjen më këtu në lagje. Kur Roza mori vesh për komentet përmes një shoqeje, u ndje e lënduar dhe e hutuar. Ajo ishte përpjekur të mbante kontakt me njerëzit e rëndësishëm të jetës së saj të mëparshme, por pranonte se rutina e saj kishte ndryshuar drastikisht. Viktor, tha ajo atë natë, ndonjëherë ndihem fajtore që jam kaq e lumtur. Sikur nuk e meritoj gjithë këtë që po ndodh në jetën time. Viktori e tërhoqi në divan dhe e uli pranë tij. Roza, ti ke punuar gjithë jetën, ke sakrifikuar ëndrat e tua për të tjerët, ke rritur një vajzë të mrekullueshme vetëm, ke ruajtur dinjitetin dhe mirësinë tënde edhe përballë vështirësive të mëdha. Nëse dikush meriton lumturinë, je ti. Por po njerëzit që mbetën pas? Shoqet që nuk patën të njëjtat mundësi? Ti mund t'i ndihmosh dhe po e bën këtë përmes fondacionit. Por nuk mund të sakrifikosh veten përgjithmonë për shkak të fajit. Lumturia jote nuk e zvogëlon të tyren, ashtu si suksesi yt nuk i bën keq atyre. Është e vështirë të mos ndihesh fajtore ndonjëherë. Është normale të ndihesh kështu. Tregon se ke një zemër të mirë. Por mos lejo që faji të sabotoj lumturinë tënde. Roza po mësonte të lundronte nëpër këto ndjenja komplekse, duke gjetur një ekuilibër midis mirënjohjes për të tashmen dhe përgjegjësisë sociale për të kaluarën. Marrëdhënia mes saj dhe Viktorit gjithashtu po evoluonte në diçka edhe më të thellë. Ata filluan të flisnin për të ardhmen, për plane afatgjata, për mundësinë e zyrtarizimit të marrëdhënies. Roza, tha Viktori një të shtunë mbrëma, ndërsa darkonin në shtëpi, do të doja të prezantoja me familjen time. Roza u mbyt me verën. Familjen tënde? Unë as nuk dija që ti kishe familje të afërt. Kam një vëlla që jeton në fshat, Pietri. Ai ka 2 fëmijë adoleshentë. Nuk flasim shumë, por kohët e fundit ai më kontaktoi duke dashur të afrohemi sërish. Dhe ti do që unë t'i njoh ata? Po. Pietri po vjen në kryeqytet fundjavën tjetër me fëmijët. Do të doja që të darkonit me ne, ti dhe Kiara gjithashtu. Roza u ndje nervoze nga perspektiva. Të njëjtë familjen e Viktorit do të thoshte se marrëdhënia po bëhej edhe më serioze. Viktor, dhe nëse ata nuk më pëlqejnë? Dhe nëse e shohin të çuditshme që ti je me mua? Roza, Pietri më nje. E di që unë kur nuk do të përfshihesha seriozisht me dikë që nuk ishte i veçantë. Dhe djemt janë adoleshentë si Kiara, do të shkojnë mirë. Javën në vijim, Roza u përgatit me ankth për takimin. Kiara e ndihmoi të zgjidhte rrobat, të rregullonte flokët dhe madje i dha këshilla se si të fliste me adoleshentët. Nën, qetësohu. Ti je e mrekullueshme. Kushto që nuk mund ta shoh këtë është i verbër, tha Kiara, duke ndihmuar Rozën të zgjidhte mes 2 fustaneve. Faleminderit, bija ime. Ndonjëherë ndjej se ti je më e pjekur se unë. Ne rritemi së bashku, apo jo? Ti më mësove të jem e fortë, tani është radha ime të mësoj të jesh e sigurt. Kur Pietri arriti me fëmijët e tij, Luka dhe Aroni, Roza u befasua nga ngjashmëria mes vëllezërve. Pietri kishte të njëjtën mirësi si Viktori, megjithse ishte më ekstrovert dhe i qetë. Viktori më ka folur shumë për ty, i tha Pietri Rozës, duke i puthur dorën në mënyrë galante. Tha se ka gjetur gruan e jetës së tij. Roza u skuq, por buzëqeshi. Ai e egzageron. Nuk e egzageroj as pak, tha Viktori, duke i kaluar krahun rreth belit të Rozës. Pietri, kjo është gruaja më e pabesueshme që kam njohur ndonjëherë. Darka ishte një sukses.
Pietri u tregua vërtet i interesuar për historinë e Rozës dhe të Kiarës, bëri pyetje inteligjente për fondacionin dhe ndau histori qesharake të fëmijërisë me Viktorin. Djemt e tij, Luka dhe Aroni, shkuan shumë mirë me Kiarën dhe të tre kaluan pjesën më të madhe të natës duke folur për muzikë dhe filma. Viktor, tha Pietri kur po pinin kafe në dhomën e ndenjes, nuk të kam parë kur kaq të lumtur. Roza dhe Kiara janë një dhuratë në jetën tënde. Janë vërtet, u pajtua Viktori, duke parë Rozën me aq dashuri sa ajo ndjeu flutura në stomak. Kur Pietri dhe fëmijët e tij u larguan, Roza u ndje e pranuar dhe e integruar në një mënyrë që nuk e priste. Ata janë të mrekullueshëm, i tha ajo Viktorit. Familja jote është shumë e veçantë. Familja jon, korrigjoi Viktori. Ti dhe Kiara jeni pjesë e saj tani. Atë natë, Roza kuptoi se kishte gjetur jo vetëm dashurinë, por edhe një vend ku i përkiste vërtet. Për herë të parë pas shumë kohësh, e ardhmja duke i plot mundësi të pafundme. 6 muaj pas darkës me Pietrin dhe fëmijët, jeta kishte marrë një formë që Roza nuk kishte guxuar kur ta ëndërronte. Fondacioni Rifillimi kishte ndihmuar tashmë më shumë se 200 gra të rindërtonin jetën e tyre, duke ofruar nga trajnime profesionale deri te mbështetje psikologjike dhe ligjore. Roza ishte bërë një referencë në fushën e asistencës sociale, duke u ftuar për leksione dhe konsulencë në organizata të tjera. Kiara, në moshën 18 vjeçare, ishte shndërruar në një të re të sigurt dhe të vendosur. Projekti i saj i ndërgjegjësimit për marrëdhëniet abuzive kishte vizituar tashmë më shumë se 50 shkolla, dhe ajo mbante një kanal në YouTube që arrinte mijëra adoleshentë çdo muaj. Më e rëndësishmja se kjo, ajo kishte mësuar të vlerësonte veten dhe të njihte shenjat e një marrëdhënieje të shëndetshme. Nën, tha Kiara një pasdite, duke ardhur nga fakulteti me një buzëqeshje ndryshe në fytyrë, dua të prezantoj Dig. Roza ngriti syt nga dokumentet e fondacionit që po rishikonte në tryezën e kuzhinës. Dig. Një djalë. Quhet Luka. Kemi folur prej disa javësh dhe mirë, mendoj se po më pëlqen. Zemra e Rozës u shtrëngua për një çast, kujtimet e marrëdhënies së Kiarës me Markun i erdhën në mendje. Por shpejt ajo u qetësua, duke vëzhguar lehtësinë në fytyrën e vajzës, aq ndryshe nga tensioni që mbante kur ishte me ish të dashurin. Më trego për të, tha Roza, duke mbyllur dokumentet dhe duke i dhënë vëmendje të plot vajzës. Ai është në semestrin e dytë të psikologjisë, do të punojë me terapi familjare. Është i sjellshëm, qesharak, respekton kohën dhe kufijtë e mi. Dje ai tha se do të takoj ty dhe Viktorin sepse jemi njerëzit më të rëndësishëm në jetën time. Roza buzëqeshi, duke njohur shenjat e një djali të pjekur dhe të respektueshëm. Kur do ta sjellësh për darkë? Seriozisht? Ti më lejon? Sigurisht, bija ime. I besoj gjykimit tënd tani. Ti ke mësuar të vlerësosh veten. Atë natë, Roza i tregoi Viktorit për bisedën me Kiarën. Një i dashur i ri, tha Viktori, duke buzëqeshur. Si ndihesh për këtë? Nervoze, por optimiste. Ajo është shumë ndryshe këtë herë. Më e sigurt, më e vendosur. Dhe fakti që ajo do të na prezantoj është një shenjë e mirë. Do të thotë se ajo ka mësuar të vlerësoj opinionin ton dhe se nuk ka asgjë për të fshehur. Darka e prezantimit u caktua për të shtunën tjetër. Kur Luka arriti, Roza u impresionua menjëherë. Ishte një djalë i edukuar, i cili e shihte Kiarën me admirim të sinqertë dhe dashuri të respektueshme. Gjatë darkës, ai bëri pyetje për punën e Rozës në fondacion, për projektet e Viktorit dhe tregoi interes real për arritjet e Kiarës. Kiara më tregoi për projektin e saj në shkolla, tha Luka. Mendoj se është e pabesueshme guximi që ajo ka për të ndarë një përvojë kaq të vështirë për të ndihmuar njerëz të tjerë. Ai madje më ndihmoi të përgatisja një nga prezantimet, tha Kiara, duke parë Lukën me dashuri. Ka një perspektivë interesante për psikologjinë e sjelljes. Roza dhe Viktori shkëmbyen vështrime të kënaqura. Ishte e qartë se ai djalë e respektonte dhe admironte Kiarën, duke inkurajuar projektet e saj në vend që të përpiqej ta kontrollonte. Luka, tha Viktori, çfarë ke ndërmend të bësh pas fakultetit? Dua të specializohem në terapi për viktimat e dhunës në familje, u përgjigj Luka. Mendoj se kjo është një fushë ku mund të bëj një ndryshim real në jetën e njerëzve. Roza ndjeu një val miratimi. Luka jo vetëm që respektonte të kaluarën e Kiarës, por donte të dedikonte jetën e tij profesionale për të ndihmuar njerëz që kishin kaluar situata të ngjashme.
Pasi Luka u largua, Kiara u ul në divan mes Rozës dhe Viktorit. Dhe pastaj? Çfarë menduat? Mendova se ai është perfekt për ty, tha Roza, duke puthur ballin e vajzës. Është një djalë i veçantë, u pajtua Viktori. Të trajton me respektin që meriton. Edhe unë mendoj kështu, buzëqeshi Kiara. Dhe e di çfarë tjetër? Për herë të parë nuk ndjej asnjë frikë apo pasiguri në një marrëdhënie. E di që jam e vlefshme dhe që meritoj të trajtohem mirë. Roza ndjeu lot krenarie t'i formoheshin në sy. Të shite të bien kaq të sigurt dhe të besueshme ishte realizimi i të gjitha ëndrave të saj si nën. Disa javë më vonë, më në fund erdhi zgjidhja përfundimtare e rastit të Markut. Avokati Allen telefonoi me lajmin se Marku ishte dënuar për dhunë në familje dhe kërcënime, duke marrë një dënim prej 2 vjetësh burg në regjim gjysmë të hapur dhe 5 vjet urdhër mbrojtjeje kundër Kiarës. Mbaroi, tha Kiara kur mori vesh dënimin. Më në fund mbaroi. Ajo qau atë natë, por ishin lot lehtësimi dhe çlirimi. Roza e ngushëlloi, duke ditur se ato lot simbolizonin fundin përfundimtar të një kapitulli të dhimbshëm dhe fillimin e plot të një jete të re. Ishte në këtë kohë që Viktori mori një vendim që kishte pjekur prej muajsh. Një të enjte mbrëma, pasi Kiara doli për të takuar Lukën, ai u afrua Rozës, e cila po përgatiste raportet të fondacionit. Roza, tha ai, me një seriozitet që e bëri të ndalonte atë që po bënte, duhet të flas me ty për diçka shumë të rëndësishme. Zemra e Rozës u përshpejtua. Çfarë ndodhi? Viktori u gjunjëzua pranë karriges së saj, duke i kapur duart. E di që historia jon filloi në mënyrë të papritur dhe se ndoshta njerëzit nga jashtë nuk e kuptojnë si u takuan 2 botë kaq të ndryshme. Por unë gjithashtu e di që ti je dashuria e jetës sime dhe se nuk dua të kaloj asnjë ditë pa ty pranë. Roza ndjeu lotët t'i formoheshin në sy. Viktor. Më lër të mbaroj, tha ai, duke buzëqeshur me nervozizëm. Në gjithë këto muaj, ti ke transformuar jo vetëm shtëpinë time, por gjithë jetën time. Më mësove çfarë do të thotë të duash vërtet, më tregove vlerën e thjeshtësisë, të përkushtimit, të familjes. Me ty, zbulova se suksesi nuk vlen asgjë nëse nuk kemi me këtë ndajmë. Viktori nxori nga xhepi një kuti të vogël prej kadifeje. Roza, a do të martohesh me mua? Roza heshti për disa sekonda, duke vëzhguar unazën e thjeshtë por elegante, dhe kryesisht sytë e Viktorit plot dashuri dhe shpresë. Viktor, përshpëriti ajo, je i sigurt? Unë nuk kam para, nuk vi nga një familje e rëndësishme, nuk kam diplomë universitare. Roza, e ndërpreu Viktori, ti ke gjithçka që ka rëndësi. Ke një zemër bujare, një forcë të pabesueshme, një mençuri që nuk mësohet në universitete. Ke një vajzë të mrekullueshme që më mësoi çfarë do të thotë të jesh pjesë e një familjeje. Dhe kryesisht, ke një dashuri të sinqertë që më bën të dua të jem një person më i mirë çdo ditë. Roza pa burrin e gjunjëzuar para saj, i njëjti burr që kishte qenë thjesht punëdhënësi i saj për 10 vjet dhe që tani ishte miku i saj më i mirë, shoku i saj, dashuria e saj e madhe. Po, tha ajo, duke buzëqeshur përmes lotëve. Po, dua të martohem me ty. Viktori i rëshiti unazën në gishtin e Rozës dhe e puthi me një pasion që përmbante gjithë dashurinë që kishin ndërtuar së bashku. Kur Kiara arriti në shtëpi atë natë dhe pa unazën në gishtin e nënës, bërtiti nga gëzimi dhe i përqafoi të dy njëkohësisht. Më në fund. Këtë e prisja prej muajsh, tha ajo, duke qeshur dhe qarë njëkohësisht. Ti e miraton, pyeti Viktori, i emocionuar. E miratoj plotësisht. Ju jeni perfekt së bashku. Dhe tani do të jemi një familje e vërtet, zyrtarisht. Martesa u caktua për 3 muaj më vonë, një ceremoni e thjeshtë por elegante me pjesëmarrjen e familjes së Viktorit, të disa shoqeve të afërta të Rozës, të kolegëve të fondacionit dhe sigurisht Lukës, i cili tashmë ishte pjesë e familjes. Në mëngjesin e dasmës, ndërsa Roza po rregulloi mendimin e Kiarës, ajo u ndal para pasqyrës dhe mezi e njohu gruan që po e shite. Ishte e njëjta Roza, por e transformuar, e sigurt, rrezatuese, e plotë. Nën, tha Kiara, duke rregulluar velon e thjesht por të bukur të Rozës, ti je e bukur. Faleminderit, bija ime. Dhe faleminderit që më dhe forcë për të pranuar këtë dashuri kur ajo erdhi. Ti meriton gjithë lumturinë e botës, u përgjigj Kiara. Dhe Viktori është perfekt për ty. Ceremonia ishte emocionuese. Kur Viktori pa Rozën duke hyrë në kishën e vogël, sytë ju mbushën me lodh.
Ajo ishte e thjeshtë dhe elegante, me një fustan të bardhë diskret që nxirrte në pa bukurinë e saj natyrale. Gjatë betimeve, Viktori tha, Roza, ti më mësove se dashuria e vërtet nuk është të gjesh dik për të plotësuar, por të gjesh dik me të cilin dëshiron të jesh i plodh. Premtoj të dua, të kujdesem për ty dhe Kiarën dhe të ndërtoj me ju një familje të bazuar në respekt, mirëkuptim dhe dashuri të vërtetë. Roza, nga ana e saj, tha, Viktor, ti u shfaq në jetën time kur unë kisha më shumë nevojë, jo vetëm si një shpëtimtar, por si një shok. Më mësove se mund të kujdesem për veten pa humbur pavarësinë time, se mund të dashurohem pa u zvogëluar. Premtoj të ndaj me ty të gjitha momentet e jetës sime, të mbështes ëndrat e tua siç ti mbështetet të miat dhe të ndërtoj pranë teje një shtëpi plot dashuri dhe gëzim. Nuk kishte sy të thatë në kongregacionin e vogël. Festa u mbajt në shtëpi, në apartamentin që kishte qenë vendi i punës së Rozës dhe që tani ishte vërtet shtëpia e familjes. Pietri dhe fëmijët erdhën nga fshati, kolegët e fondacionit u përzien natyrshëm me miq biznesmen të Viktorit dhe Luka ndihmoi Kiarën të koordinonte të gjitha detajet. Gjatë festës, Roza vështroi rreth e rrotull dhe u emocionua kur pa të gjitha ato botë duke u takuar në mënyrë harmonike. Ishte prova se dashuria e vërtet ka përcen të gjitha barrierat. Zonja Aliu përshpëriti Viktorin në veshin e Rozës ndërsa vallëzonin, si ndihesh? Ndihem si kur më në fund kam gjetur vendin tim në botë, u përgjigj ajo. Dhe ti? Ndihem si kur jeta ime vërtet filloi sot. Muaj pas martesës, rutina e familjes ishte vendosur plotësisht. Roza drejtonte fondacionin me mjeshtëri, Viktori zgjeroi bizneset e tij për të përfshirë më shumë projekte sociale, dhe Kiara filloi fakultetin e psikologjisë duke ndjekur hapat e Lukës. Një natë, ishin të gjithë duke darkuar së bashku, Roza, Viktori, Kiara dhe Luka, i cili tashmë ishte një prani e vazhdueshme në shtëpi. E dini, tha Kiara, duke vëzhguar familjen rreth tryezës, ndonjëherë mendoj se sa ndryshe ishte jeta jon 2 vjet më parë. Si kështu, pyeti Roza. 2 vjet më parë, unë isha e humbur në një marrëdhënie që më shkatëronte, ti ishe e raskapitur dhe vetëm, duke u kujdesur për gjithçka dhe për të gjithë. Dhe Viktori ishte izoluar në botën e tij, larg çdo lidhje reale. Dhe sot, pyeti Viktori, kurioz. Sot jemi një familje e vërtetë. Ti gjete dashurinë dhe realizimin profesional nën. Viktori gjeti një familje dhe një qëllim më të madh për jetën e tij. Dhe unë gjeta zërin tim, forcën time, dhe tani kam fatin të kem gjetur edhe një dashuri të vërtetë. Luka buzëqeshi dhe i kapi dorën Kiarës mbi tryezë. Dhe unë gjeta një familje që më mirë priti si djalë që nga dita e parë, tha ai. Roza vështroi rreth tryezës, te këta njerëz që ishin bërë qendra e universit të saj. Viktori, burri që e bënte të ndihej e plot dhe e vlerësuar çdo ditë. Kiara, vajza që kishte kapërcyer trauma të tmerrshme dhe ishte bërë një grua e fortë dhe e dhëmshur. Luka, djali që e donte vajzën e saj me respektin dhe butësinë që ajo meritonte. E dini çfarë më emocionon më shumë, tha Roza. Është se historia jon tregon se kur nuk është vonë për të rifilluar. Se pa marrë parasysh sa vjeç jeni ose çfarë rrethanash po jetoni, gjithmonë është e mundur të gjeni dashurinë, lumturinë dhe të ndërtoni familjen që gjithmonë keni ëndërruar të kishit. Viktori ngriti gotën e tij të verës. Një dolli, pra. Për rifillimin. Për shansin e dytë. Për familjen që zgjodhëm të ndërtonim së bashku. Për dashurinë që transformon, shtoi Roza. Për forcën për të kapërcyer çdo pengesë, tha Kiara. Dhe për lumturinë që vjen kur e presim më pak, përfundoi Luka. Ata bën dolli dhe në atë moment, duke parë njerëzit që donte, Roza e dinte se kishte gjetur gjithçka që kishte kërkuar pa ditur se po kërkonte. Ajo kishte gjetur jo vetëm dashurinë romantike, por edhe realizimin profesional, paqen familjare dhe kryesisht kishte gjetur veten. Kur të gjithë shkuan të flinin atë natë, Roza qëndroi disa minuta vetëm në balkon, duke parë dritat e qytetit. Mendoi për gjithçka që kishte ndryshuar që nga ajo mëngjes, pothuajse 2 vjet më parë, kur arriti në punë e shqetësuar për Kiarën dhe Viktori e pa vërtet për herë të parë. Një rastësi e fatit në një stacion metroje kishte ndryshuar 3 jetë përgjithmonë. Dhe ajo që kishte filluar si një emergjencë mjekësore u shndërrua në fillimin e familjes më të dashur dhe të bashkuar që secili prej tyre mund të kishte imagjinuar. Viktori ju afrua nga pas dhe e përqafoi, duke i mbështetur mjekrën në shpatullën e saj. Çfarë po mendon? Pyeti ai me zë të ulët.
po mendoj se ndonjëherë jeta na jep pikërisht atë që na duhet në momentin që e presim më parë. Dhe se dashuria e vërtet nuk ka të bëjë me moshën, me paratë, apo me statusin social. Ka të bëjë me gjetjen e dikujt që të sheh për atë që je vërtet dhe të do pikërisht ashtu. Dhe ti më sheh për atë që jam vërtet, pyeti Viktori, duke i puthur qafën butësisht. Po. Shoh një burr bujar që u hap ndaj dashurisë kur mendonte se nuk do të mund të donte më. Shoh dikë që më bën të dua të jem versioni më i mirë i vetes çdo ditë. Ata që ndruan të përqafuar në heshtje, duke soditur të ardhmen që do të ndërtonin së bashku. Një ardhme plot projekte në fondacion, duke parë Kiarën të rritet edhe më shumë dhe të ndërtoj familjen e saj, duke u plakur krah për krah, duke ndarë momente të vogla dhe të mëdha. Atë natë, Roza fjeti në krahët e Viktorit me sigurinë absolute se kishte gjetur vendin e saj në boll. Jo më si punonjësja e përkushtuar apo nëna beqare luftëtare, por si Roza Aliu, bashkëshorte e dashur, profesioniste e respektuar, nën krenare dhe kryesisht grua e plot dhe e lumtur. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Rozës, Viktorit dhe Kiarës t'ju ketë prekur zemrat. Kjo narrativ na tregon se kur nuk është vonë për të rifilluar, se dashuria e vërtet mund të shfaqet kur e presim më pak, dhe se forca e brendshme mund të na çojë në arritje të paimagjinueshme. Për më shumë histori emocionuese si kjo, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni njoftimet. Lini një pëlqim nëse kjo histori ju ka frymëzuar dhe në komente ndajini përvojat tuaja të kapërcimit dhe rifillimit. Shihemi në historinë tjetër, gjithmonë gati t'ju sjellim rrëfime që festojnë aftësinë njerëzore për t'u transformuar dhe për të gjetur lumturinë.